të akuzuarin Dibran Hoxhaj për veprën penale vrasje e rënd nga neni në 73 paragrafin e i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 23 viteve, si dhe për veprën penale mbajtje në pronësinë, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kohë zgjatje prej 2 viteve. Ndërsa në pajtim me nenin 76 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të njëjtin e gjykon me dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 24 viteve. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03/2023 të akuzuarit Roland Susuri për veprën penale manipulim me prova nga neni 389 paragrafi 1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Për veprën penale pjesëmarrje në rraje 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në punësi ose në kontroll të paautorizuar të armëve 1 vit e 6 muaj. Në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me 7 vite burgim. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 6/2023 deri në datën 16/8/2023.